prej vitit 2008, kur është pavarësu Kosova, gati 2 dekada po bërë, Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës ka pas një kategori, ka pas linjë veçantë buxhetore në kuadrin e buxhetit të Kosovës, edhe deri sot diku rreth 20 milion euro të buxhetit të Kosovës janë dhënë për Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Cilat janë projektet ose cili është projekti, a ja ka vlejt na si qytetar me i dhonë një institucioni ose institucionet tona vendimarrëse, me i dhonë Akademisë 20 milion euro. A u konë një investim i cili ka pas këthim? Cili është përfitimi i shoqënisë kosovare prej Akademisë Shkencave dhe Arteve të Kosovës? Se ju kemi dhënë 20 milion euro. Cilat janë projektet me cilat ju mburreni? Kur ne si qytetar ju themi që ju kemi dhënë 20 milion euro, ju duhet na thoni po i kemi bërë këtë punë. Shkene unë i sjella disa projekte, jo libra. Se librat edhe shiten edhe promovohen, po projektet ma vështirë po absorbohen. Projekt. Apo këdoni, nuk e din që ky projekt të lumëtivës shkencor t'jep një informacion shumë atë madh se ndoshta do një roman, apo do një libër tjetër. Nuk, të gjitha këto mjetet të cilat janë për akademisë, nuk janë mjetet të cilat kanë humbë. Ka botime, ka hulumtime, ka shkencor. Ajo që është ndoshta mangësia e akademisë, që na nuk kemi ditë mi plasu mi promovu. Dhe pse nuk janë online këtu? Pse nuk janë online? Pse nuk janë online në website-in e Akademisë Shkencave dhe Arteve? Tani ishte kjo pyetja që mirë që ma përkujtove, që na të gjitha këtë krejemtari shkencore, hulumtuese, letrare, artistike, jemi duke i digitalizu dhe së shpejti ka me qenë. Do me thënë, do t'jenë online? Gjithsesi. Edhe do t'jenë në gjuhën shqipe, do t'ketë edhe në gjuhën angleze? Mirë, po do t'mundohemi, kompletën do shtacion, po një parathania, po një përfundim, do t'jetë në gjuhën angleze. A duket në rregull që, për shembull, 2/3 e buxhetit që e merr Akademia, rreth 1.5 milion euro prej shtetit të Kosovës, 2/3 shkon në paga dhe në meditje? Po ndëgjoj tash unë s'më me thonë është në rregull. Momentin që është kriju Akademia si institucioni më i lartë i shkencës dhe artit, atër ata nuk është që kriju tash, ajo është kriju para 50 vite. Do me thonë, është pasi arsy që te krijohet, që te ekzistoj një institucion i cili do t'i mbledh krerët, do t'i mbledh shkencëtarët të cilët prej asaj kohe kanë kontribuar. Pa do të ishte institucion më serioz nëse 2/3 e buxhetit do ta shpenzonte në projekte, jo në paga dhe në mëditje? Po na kemi pare për projekte. Dhe është interesant që në kuadër të 4 seksioneve, çdo vjet kemi programet për vitin e ardhshëm, programet 1 vjeçare, 2 vjeçare edhe projekte më shumë vjeçare. Prandaj, vetëm është gabimi, vetëm është mangësia, mos them gabimi, që këto projekte nuk janë promovu, këto projekte nuk janë shpërnda në... Me qenë se 2/3 e buxhetit shkon për paga dhe mëditje, e dini që në rajon pagat dhe mëditjet e anëtarëve të Akademisë Shkencave në Shkup, Tiranë, Podgoricë, në Beograd janë përgjysmë më tulta se. Jo, nuk është ashtu. Është një informacion, muj me thanë se, na, që tash për marim, kur e kemi, do me thanë, këtë projektin enciklopedia, na kemi pas një shpërblim pak më të madh se sa Shqipëria. Po Shqipëria na ka kalu me shumë gjëra. Mirë, po me paga, anëtarët e Akademisë në Shkup, në Podgoricë, jo, në Shkup, në Podgoricë, në Beograd, nuk kanë paga prej 1.500 euro sa ka antari i rregullt ose 1.200 sa ka antari korrespondent. Dëgjoj, nuk isha thonë, nëse na kontribuojmë, se zakonisht njerëzit shqiptarë ka pagën e madhe. Nëse na kontribuojmë, nëse na jemi personalitetet të cilët i japim shoqërisë, të cilin e promovojmë shoqërinë.